Përshëndetje. Fëmijëria është arkitektura e shpirtit të njeriut. Është koha kur vendosin themelet e besimit, sigurisë dhe identitetit emocional. Për shumë njerëz, imazhi i babait lidhet drejt për drejt me këtë siguri thelbësore. Por çfarë ndodh kur ky rol primar i prindit zëvendësohet me një angazhim total në karrierë, duke u kthyer në një provider financiar, por jo në një prani emocionale? Kjo është pyetja që fshihet pas klithmës së dhimbshme. Më kthe fëmirin time, baba. Nuk i dua paratë e tua. Kjo frazë nuk është një refuzim i mirëqenies, por një dëshmi e shkëmbimit të trishtuar që ndodh kur lidhja prind-fëmijë reduktohet në transaksione monetare. Kostoja psikologjike e providerit të shkëputur. Në psikologjinë e zhvillimit, prania e babait është kritike për rritjen e një fëmije. Babai shpesh është burimi i sfidës, inkurajimit dhe eksplorimit të modelit të parë të autoritetit dhe sigurisht jashtë lidhjes me nënën. Kur babai është fizikisht i pranishëm në shtëpi, por emocionalisht i shkëputur, fëmia zhvillon atë që quhet mungesë e vëmendjes kualitative. E para, mungesa emocionale dhe skemat jo funksionale. Një fëmijë që nuk ka nevojë për gjërat materiale, ai ka nevojë për vërtetim emocional. Ai ka nevojë për vëmendjen e babait, ndjenjen e të qenit i parë, i dëgjuar dhe i vlerësuar. Kur parat bën kompensimi i vetëm, fëmia mëson dy gjëra shkatërruese. Dashuria është transaksionale. Ai arrin në përfundimin se dashuria ose vlerësimi duhet të blihet ose të fitohet, duke krijuar një skemë jo funksionale të marrëdhënieve në të ardhmen. Vlera ime është e nënkuptuar, nuk ka rëndësi. Fëmia ndihet i parëndësishëm sepse koha dhe emocionet e babait, gjërat që kanë vlerë më të madhe, i janë mohuar duke u zëvendësuar me diçka më të lehtë, me parat. Kjo çon në probleme të thella të vetë vlerësimit. E dyta, formimi i stilit të lidhjes së pasigurt. Stili i lidhjes formohet kryesisht në fëmijëri dhe ndikon në çdo marrëdhënie romantike apo shoqërore që një individ do të ketë si i rritur. Nëse babai është i pasigurt në praninë e tij emocionale, herë i pranishëm, herë i zhytur në punë, fëmia ka të ngjarë të zhvillojë një stil lidhjeje shmangës ose ankthios ambivalent. Lidhja shmangëse. Fëmia mëson se kur ka nevojë, prindi është i padisponueshëm. Si i rritur, ai do të shmang intimitetin dhe do ta ketë të vështirë të besojë partnerin. Lidhja ankthiose. Fëmia vazhdimisht kërkon vëmendjen e babait duke u bërë i varur nga miratimi dhe si i rritur mund të paraqesë dhe të shfaqë tendenca të varësisë emocionale. Koha si valvula më e vlefshme, psikologjia e kujtimeve. Ajo që fëmia kërkon nuk është një kalendar, por kujtime të përbashkëta. Këto kujtime nuk janë thjesht nostalgji, por pika referimi psikologjike, ndërtimi një kaleaje me jastëk, shikimi i një filmi duke ngrënë popcorn, ndarja e një sekreti. E këto momente bëjnë diferencën mes një fëmije të mbushur me gjëra dhe një fëmije të mbushur me jetë. E para, zona e zhvillimit proksimal. Psikologu rus Lev Vygotsky theksoi rëndësinë e të mësuarit përmes ndërveprimit shoqëror, veçanërisht në atë që ai quajti zona e zhvillimit proksimal, që e gjeni dhe me gërmat ZDP. Kur një fëmijë ndërton diçka me babain e tij, apo i shpjegon një koncept të vështirë, ai nuk fiton thjesht një aftësi. Ai përthith një ndjenjë kompetence dhe mëson se bota është një vend ku mund të eksplorohet me mbështetje. Kur kjo mbështetje mungon, zhvillimi i kompetencës mund të jetë i kufizuar dhe i mbështetur në pasiguri. E dyta, trashëgimia emocionale kundrejt trashëgimisë financiare. Shumë baballar që punojnë pa pushim besojnë se po sigurojnë të ardhmen e fëmijëve të tyre. Në të vërtetë, ata po sigurojnë një të ardhme financiare,
por mund të rrezikojnë trashëgimin e tyre emocionale. Fëmijët nuk trashëgojnë vetëm parat. Ata trashëgojnë modele stresi. Një model prindi të stresuar dhe të munguar bëhet standardi i fëmijës për jetën e të rriturve. Aftësinë e menaxhimit të emocioneve. Fëmijët mësojnë si të rregullojnë emocionet e tyre duke vëzhguar prindrit e tyre. Kur prindi është i padisponueshëm, fëmija mund të kalojë në strategji jo funksionale, si mbajtja e ndjenjave ose dhe shpërthimi. Pasoja në moshë madhore dhe dëshira për mbyllje. Klithma më kthe fëmirin time shpesh shprehet nga të rriturit, jo nga fëmijët. Kjo ndodh kur ata ndeshen me vështirësi në jetën e tyre si të rritur tashmë, të cilat i mungojnë një vakum i lënë nga babai i tyre. E para vështirësitë në marrëdhëniet në intimitet. Individët që kanë ndjerë mungesë emocionale të babait në fëmijëri, shpesh e gjejnë veten duke sabotuar intimitetin dhe duke kërkuar tepërvërtetim nga partnerët e tyre. Ata mund të kenë frikë nga braktisja, pasi e kanë përjetuar braktisjen emocionale një herë në jetën e tyre. Ose në mënyrë paradoksale, ata mund të bëhen të shkëputur duke ndjekur modelin e babait për të shmangur dhimbjen e refuzimit. E dyta, sindroma e boshllëkut, mbushja me materializëm. Një tjetër pasojë është tendenca për të vazhduar ciklin e kompensimit. Si të rritur, këta individ mund të vazhdojnë të përpiqen të mbushin boshllëkun e tyre emocional me sukses financiar, blerje dhe materializëm. Ata ngatrojnë suksesin e jashtëm me vlerën e brendshme, duke krijuar një cikël të pafund pune dhe shpenzimi që nuk arrin të plotësojë kur nevojën themelore për dashuri dhe pranim. E treta, fjala e përdorur dhe kërkimi për riparim. Për të rriturin, kjo klithm është një përpjekje e fundit për të artikuluar dhimbjen dhe për të kërkuar mbyllje, jo rimbursim. Nuk ka asnjë mënyrë për të kthyer në kohë. Ai që duhet është një njohje nga babai, një pranim indikimi të sjelljes së tij. Më fal që nuk isha aty, por isha i pranishëm. Më fal që zëvendësova kohën me para. Ky veprim i thjesht, por i vështirë, i ripërcaktimit të marrëdhënies është i vetmi shans për shërim. Babai duhet të ndalojë së qeni provideri dhe të bëhet një prani aktive në jetën e të rriturve të tij, duke afruar dëgjim dhe mbështetje emocionale, gjëra që parat nuk mund t'i afrojnë. Dhe si përfundim do të thosha reflektimi mbi vlerat. Fëmijëria është një dhuratë që jepet vetëm një herë në jetë. Çdo prind duhet të reflektojë mbi natyrën e investimit të tij. Apo investon në llogarinë bakare të fëmijës, apo në llogarinë e tij emocionale. Parat mund të hapin shumë dyer, por nuk mund të hapin zemrën e një fëmije të lënduar, apo të blejë një pasditë lojrash të humbura. Në fund, fëmija nuk do shtëpi më të madhe. Ai do një shtëpi plot ngrohtësi. Ai nuk do një baba të pasur, ai do një baba të pranishëm. Ky është leksioni më i rëndësishëm i psikologjisë prindrore. Investimi më i vlefshëm është gjithmonë koha dhe dashuria pa kushte. Unë kam pasur fatin të përkthej një libër shumë të mirë të një shkrimtare, të një psikologe, më saktë amerikane, Nicole Lepera, që titullohet Si të punosh me veten, që gjenin edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, botimi shtëpisë botuese Pema, bestseller, që ja u rekomandoj të gjithë atyre që kanë një problem të tillë prindërimi. Nëse do të keni vështirësi, më shkruani numrin tim në WhatsApp ose në email. Unë do të përgjigjem. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të jetë her pas here. Dhe në videon tjetër, mirë takofsh.